më thane kanë prejmë thët me thikë. Kom shku e kom pa gjendje shumë të keqe, të afërt si fëmijë, se na 3 fëmijë vetëm në shtëpi. Periudha e luftës është periudha e luftës, du të mu pajtu njëri çka ka ndodhur në luftë, po periudha mas luftës nuk është që ish dasht me qenë luftë, por në kuptimin tjetër. E kemi pas një fatkeqësi në familje, vetëm pse kemi qenë trashtuar me presidentin, ose vetëm pse kemi qenë LDK. Nana me 17 nëntor të vitit 2000 e ka pësu një sulm, domethënë e kanë prejmë thët me thikë, edhe pse është shumë e rëndë me thonë, po kjo ka ndodhur, fatmirësisht i ka shpëtu atij sulmit. Po e ka pas një paralajmërim një javë ma herët që diçka ka me ndodhur, vendin e punës kanë shku e kanë sulmu, me një shkreps pse e ka pas logën e LDK-s, edhe e kanë sulmu, ja kanë thy dhëmt në atë kohë. Pas një javë i ka ndodhur sulmi, pastaj ajo pjesa e rekuperimit, babin atë kohë s'ka qenë në Kosovë, ka qenë me presidentin rrugova në Amerikë, ka qenë me një udhëtim gjatë, mision për shëndetërim. Du më pak këto, si ndodhi, ku je konti, si e more lajmin, sepse është... Nana ka punu një kurs kompjuterave, ka dhënë mësim edhe e ka pas orarin deri në 6 mramje. Unë kom qenë me motrën time, ajo ushtroj ke karate në shkollën Dardania, ajo është 10 vite ma e rejson, fëmijë. E vllau ka qenë në shtëpi, atëherë tu kthy prej ushtrimeve, ka ardhur një kolegi i babit, na ka marrë në gjysmë rrugës, ka thënë duhet me ardhë në spital, se nana nuk e ka gjendjen mirë. Atëherë kom shku e kom pa gjendje shumë të keqe. Kuptohet se nuk ka qenë e lirë për një vajzë të re, është ma pak... Pastaj u kthy në shtëpi, nana ka qëndru në spital, nesërmen ka ardhë. Atë natë ka ardhë zoti Xhemal Mustafa e Ngjeri, i pari që ka ardhë te na ka mbajt afër si fëmijë, se na 3 fëmijë vetëm në shtëpi. Edhe maj men, sikur sot ullën në dhomë ditës, tha, këta vetë se kanë fillu, tha edhe i dyti kush do t'jetë. Ajo do me thanë, nana ka pësu sulmin me 17 nëntor, Xhemal Mustafën e kanë vrarë me 23 nëntor, një javë fiks mas kësaj.